Të ndalemi pak në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku djali Donald Trump është pritur nga presidenti Aleksandar Vučić. Çfarë do të thotë kjo vizitë sa i përket situatës gjeopolitike në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe a e inkurajon kjo Serbin përballë Kosovës? Po është interesant se në 2-3 binar po zhvillohen ngjarjet në rajon. Është vërtet njëri prej madje djali i tij do thotë kishte një takim me presidentin me presidentin Vučić, ku motiv i takimit ishin investimet e tyre ekonomike në Serbi, ku më parë dhe dhëndri i presidentit Trump ka bërë një marrëveshje me autoritetet e Serbisë për të investuar një kompleks rezidencial në ish ndërtesën kryesore të armatës jugoslave, e cila ishte bombarduar nga forcat e NATO-s gjatë luftës në vitin 1999, dhe është edhe një dimension tjetër. Disa kompani lobuese janë shumë aktive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të paguara nga Serbia. Mirë po, dhe presidenti Vučić tenton, nuk ka diskutim, tenton që ta shfrytëzoj këtë situatë për ta restauruar pushtetin e tij, për ta restauruar imazhin e tij si njëri prej liderëve të vetëm në Serbi, i cili ka lidhje si me perëndimin ashtu dhe me lindjen dhe ka mbështetje të një lloji si nga Moska ashtu edhe nga Washingtoni, sepse mos harrojmë ditë më parë kishte pasur një komunikim telefonik me presidentin Putin, dhe sipas deklarimeve të tij mediale kishte marrë mbështetje nga presidenti Putin, dhe që i njëjti i ka kritikuar protestat në Serbi dhe se nuk i përkra revolucionin me ngjyra. Mirë po, është një indikator tjetër që po ashtu vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse presidenti Vučić përpas presioneve që po përballet me protestat e brendshme në Serbi, është duke u përballur edhe me një çështje të ndjeshme me njërin prej levave të tij kryesore politike në Republikën e Serbëve të Bosnjës, Milorad Dodikun, ndaj të cilit tashmë Gjykata Federale në Bosnjë ka lëshuar fletarrest ndaj atij dhe ndaj kryetarit të parlamentit dhe kryeministrit të atij entiteti, i cili është akuzuar për cënim të kushtëtitshmërisë dhe rendit dhe integritetit territorial të Bosnjës. Presidenti Vučić dje në një prononcim në rrjetin e tij social e quajti këtë minim të paqes dhe të marrëveshjes së Daytonit, ndërkohë autoritetet federale në Bosnjë i kanë shqiptuar dënime ndaj Dodikut, pikërisht sepse me veprimet e tij po e cënon marrëveshjen e Daytonit dhe integritetin federal të shtetit. Dhe këtu duhet kujtuar, para pak ditës sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio në një prononcim në rrjetin e tij social me tonet më të ashpra kishte kritikuar këto veprime të Dodikut, dhe të njëjtën kohë ai thotë një fjali e cila për mua është simptomatike në fund të atij prononcimi, kur deklaron që presim nga të gjithë partnerët rajonal që të angazhuar maksimalisht në krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i dënuar e për t'i luftuar këto përpjekje për destabilizimin e rajonit. Pra janë dy linja, janë dy anë, janë dy binar po lëviz procesin. Në njëra anë State Departamenti Amerikan i bën thirrje Serbisë që të jetë më e përqeshme në garantimin e paqes dhe sigurisë rajonale, të mos solidarizohet me veprimet e Dodikut, të cilat i minojnë investimin amerikan për paqe, sepse marrëveshja e Daytonit është investim amerikan, dhe në anën tjetër kemi takimet dhe tentativat për investime ekonomike me anëtarët e familjes Trump, që me siguri presidenti Vučić do t'i shfrytëzojë këto takime për imazhin e tij si një lider i cili është gëzon mbështetje politike, diplomatike në administratën e re amerikane. Sa rrezikohet Kosova nisur nga ndryshimet e kursit të politikës amerikane të Donald Trump përballë Serbisë, dhe a ka Serbia më shumë rol aktiv në sjelljen e saj agresive përballë Kosovës, nisur nga fakti që Donald Trump i ka lënë dorë të lirë Putinit për të vepruar në Europë, dhe nga kjo Serbia mund të marrë zemër për të vepruar me projektet e saj destabilizuese? Po skenar të tillë destabilizues nuk përjashtohen, shto edhe faktin siç e përmenda paraprakisht për shkak të krizës brendshme në të cilën ndodhet Serbia. Është paralajmëruar një protestë masive me 15 mars në qytetin e Beogradit, eksponentë të regjimit në fjalë, gjithnjë më tepër kanë paralajmëruar se mund të ketë dhunë në atë
protestë. Dhe nëse i shohim në të kaluarën se si është sjellur Serbia në vazhdimsi, do të tash un indikator konkret aktualisht nuk kam, por nëse shohim si është sjellur në të kaluarën në vazhdimsi, kemi parë se zakonisht kur shoqëria serbe është përfshirë nga krizat e tilla, nga turbulencat e tilla, eksponentët e regjimit në fjalë dhe jo vetëm me Vučići, por të kaluarën duke filluar prej viteve 90 nga Miloševići, kanë tentuar që krizat e brendshme politike t'i eksportojnë në rajon në mënyrë që të krijohet një narracion mbi homogenitetin e kombi serb i cili duhet në mënyrë unike të përballet me krizat e jashtme. Kështu që në këtë situatë nuk përjashtohet asnjë lloj skenari i mundshëm për të tentuar për ta shfryzuar situatën. Ne e pam para pak ditë kishte dhënë ndërheqje edhe kryeministri i Serbisë me qëllim që të qetësohen gjafrat, por asgjë nuk ndodhi. Situata vazhdon të jetë e tensionuar. Por vizita e Rutës në rajon do të ishte një konfirmim që NATO është duke përcjellur me vëmendje situatën dhe se nuk do ta përkrah asnjë lloj skenari të tillë të erdhës, se është e përkushtuar dhe angazhuar për sigurinë si të Bosnjës ashtu edhe të Kosovës. Sa më tepër që Kosova do të tjetërsohet nga aleatët, mund të nxitën, Serbia mund të tundohet nga skenarët e tillë destabilizues, paktën për ta uzurpuar veriun. Në fund fundit kjo nuk është asgjë sekrete, vetë presidenti Vučić në një kohë më parë në një intervistë kishte deklaruar që Serbia duhet të sillet në të njëjtën mënyrë sikur është sjellur Azerbajxhani në raport me territorin e Nagorno-Karabakut, duke pritur ndryshimin e rrethanave gjeopolitike, duhet pres me durim të madh dhe kur të krijohen ato rrethana, atëherë ta realizoj skenarin e saj për grabitje territoriale në këtë rast në pjesën veriore të Kosovës. Pra nuk ka kurrë sekrete në këtë drejtim, janë deklarimet të tij publike që e ka bërë qartë se ai si modele ka mënyrën se si Azerbajxhani e zgjidhi tensionin me Nagorno-Karabakun për shkak të Armenisë. Kur Rusia në mas të madhe u fokusua në luftën në Ukrainë, nuk mund të ja ofronte atë mbështetje Armenisë. Azerbajxhani e realizoi skenarin e tij dhe në të njëjtën mënyrë ky pretendon që Serbia duhet sillet, sepse eventualisht do një tërheqje amerikane sidomos nga Evropa mund të lezohet si një sinjal gjeopolitik se është koha e dur për Serbinë të rikthehet ekspansionit të saj territorial. Dhe kjo ka bazë edhe në të kaluarën, e dim që kur kanë filluar shkatrimi i ish Jugosllavisë, kur ka luftrat e përgjithshme, në vazhdimsi Evropa kishte bërë thirrje që të ndalet kjo luftë, është koha e saj, është ora e saj, duhet të intervenojë, duhet të marrë masa për ta penguar një gjakderdhje, por asgjë në fund nuk ishte ndodhur pa intervenimin e drejtë për drejtë amerikan. Por Departamenti i Mbrojtjes së SBA deri më tani ka deklaruar që nuk ka plane për largim të ushtarëve amerikanë nga Kosova, para pak dite mbase për ta dërguar një sinjal që ata se trupat amerikane janë duke u përkujdesur për Kosovën dhe për veriun, postoi një video ku shihen trupat amerikane ekskluzivisht në pjesën veriore duke patrulluar kufirin me Serbinë. Kështu që në këtë situatë rreziku ekziston, mirë, po nuk besoj që Serbia do të ketë guximin, do thotë paraprakisht të ndërmarrë ndonjë aventurë të tillë ku do ta vendoste në konfrontim me bashkësinë ndërkombëtare edhe një herë. Shefi i NATO-s Mark Rutte, i cili vizitoi Kosovën, deklaroi se KFOR-i është i gatshëm për të përballur me çfarëdo lloj zhvillimi që mund të ndodhë në Kosovë. Ju si mendoni, çfarë po paralajmëron Rutte në këtë rast, apo thjesht po tregon gatishmërinë e NATO-s si në Kosovë ashtu dhe në Bosnjë-Hercegovinë? Situata është fragjile, situata është fragjile edhe në Bosnjë. Kemi parë mirë, por nuk besoj që tash, Milorad Dodiku nuk i ka kapacitetet çfarë poezom i ka pasur Radovan Karadzici, Mladici, ish elita ushtarake dhe policore, ish elita ushtarake dhe politike serbeve të Bosnjës. Një presion i madh ndërkombëtar në fund do ta detyrojë atë që të largohet, janë para pas skenar që ai mund strohet në Hungari te aleati i tij Viktor Urban për të ikur arrestimit. Njëjtën gjë mund të themi edhe në Kosovë, pra është paralajmërim që nuk do të tolerohet asnjë lloj destabilizimi
Gjë që më herët i kishte bërë ish sekretari i punëve të jashtme të Britanisë gjatë vizitës në Kosovë, kur kishte thënë se nëse një herë ndodhin sulme sikur ai në bajnë, atëherë ushtarët britanik kanë obligim që të luftojnë për ta mbrojtur integritetin territorial të Kosovës.